Siç pritej kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, përjashtoi nga përbërja e kryesisë së re dy nga kritikët e linjës së tij radikale politike, Kastriot Islamin dhe Andisa Rasanin, deputet të disa legjislaturave dhe dy figura të njohura të kësaj force politike. Në mbledhjen e asamblesë, e cila do t'i numërojë votat në mënyrë elektronike për kreun e këtij forumi, sekretariatin e ri të partisë dhe kryesinë e re, Edi Rama lançoi kandidatët në konkurim. Sigurisht pa dhënë shumë arsye për shmangjen e qëllimshme të atyre që mendojnë ndryshe, ndonse tha se di të bashkëjetoj edhe me ta. Kastriot Islami sfiguron në asnjë nga propozimet, ndërsa Andisa Rasani largohet si sekretar politik, duke humbur kështu të drejtën për të qenë antar i kryesisë. Lejomi të them pa modesti, se pavarësisht gjithë atyre që janë thënë dhe stërthënë, rëndon padrejtësisht në adresën time, nga ata që Partinë Socialiste e shohin nga jashtë, apo shpeshherë janë besuar edhe nga ata mes nesh, unë i shoh arsye të mjaftueshme për të vlerësuar, respektuar dhe bashkëjetuar me secilin ndër ne. Lançimin e emrave si kandidat për kryesinë e re, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e shoqëroi dhe me një kritik mbi mënyrën se si ka funksionuar ky forum, të paktën gjatë 2 viteve të fundit. Këtu zoti Rama pranoi dhe kontributin e tij të posaçëm në paralizimin e këtij forumi të partisë, dhe kjo nisur nga dasitë e forta në qëndrime me kryetarin të disa emrave të rëndësishëm të partisë. Ndaj zoti Rama si zgjedhje mes kritikave të forta ndaj tij të pas 2009-s, të Blushit, Malajt, Arasanit, Islamit e të tjerë, zgjodhi rrugën e zgjatjes 2 vjeçare të procesit për zgjedhjen e antarëve të kryesisë. Kam parapëlqyer paralizën e kryesisë dhe shërimin e ngadaltë të plagës hapur nga rivalitetet e pas zgjedhjeve të vitit 2009 përpara thyerjes që kërkonte rikompozimi dhe rivënia e menjëhershme në punë e saj. Sepse kam besuar dhe besoj që duhet ngjitemi të gjithë së bashku një shkallë më lartë në mbajtjen e përgjegjësisë së madhe të të qenit pjesë e udhëheqësisë së partisë më të madhe të shqiptarëve në kohën më të vështirë për Shqipërinë qysh nga viti 1997. Përjashtimi i Kastriot Islamit nga të gjitha forumet drejtuese të Partisë Socialiste, por dhe i Andisa Rasanit nga kryesia, vjen pas lënies jashtë asamblesë në Kongresin e 5 nëntorit të disa figurave të tjera drejtuese të partisë, të njohur si kritik të politikës radikale 2 vjeçare të kryetarit Rama.